Përpara jush, Unë jam Agim Bajko. Dëshoj të përshnes. Emrin si janë gjite? Bypass. Shkelqyr. Kështu nisi rrugëtimin e tij Bypass Show, që prej asaj dite kanë kaluar plot 9 vjet. E gjatë këtij rrugëtimi duket se mënyra satirike të analizuarit të ngjarjeve më të bujshme të javës nuk ka munguar asnjëherë. Edhe Feridi faqen ndron, dje shante, sot lëvdon. Ne jemi këtu për të monitoruar në një farë mënyrë politikën. Moderuar nga Agim Bajko, ky format ka ofruar për 9 vjet një lloj satire të lehtë, jo pak herë edhe humor therrës. Hiqet tarifa doganore edhe për material biologjik, për ushqim për kafshët dhe kafshët për mbashtim. Ne shqiptarët shquhemi si hamshor dhe dema, por demat dhe hamshorët nuk i kemi gjë. Vet Bajko e ka përcjell këtë produksion si një shfaqje të groteskut anglez, që përdej të gjithave ju fton ta merrni seriozisht, sepse siç thonë edhe britanikët, satira ashtu sikurse grotesku i lehtë janë bërë për të dyshuar. Kungull mos të mbift të fara nga do shkoj me del për para. Bile se asa vet ai nuk dëshiron të jetë më kur po dikush që ai nuk do të bëhet kur. Akoma ma të kafshën ti? E ka për ty, zoti Berisha. I konceptuar si një revistë televizive lajmesh të përmbysura, stafi i Bypass analizon atë që ndodh në skenën politike në Shqipëri. E pikërisht, fal këtij këndvështrimi të aktualitetit politik, vet publiku në një votim online e ka cilësuar Bypass Show si programin më të mirë satirik në vend. Po ti më bëre 120 pyetje dhe unë të përgjigja. Të lutem, më lër të bëj. Kështu do të vi Bypass Show edhe mbrëmjen e së dielës në ekranin e Vision Plus. A jeti kryetari?